Përshëndetje miq, sot do t'ju sjell një tavë me lule lakër, brokoli dhe fileto pule që ka dalë fantastike, një shije e paparë. Rrini me mua ta shikoni se si e kam përgatitur. Si fillim do të marinojmë fileton e pulës me kri, piper të zi, piper të kuq dhe pak vaj ulliri. Do ta marinojmë me ndihmën e duarve dhe më pas do ta lëm të pushoj diku për 10 minuta. Më pas marrim një tigan ku do të shtojmë fileton e pulës. Fileton e pulës do ta lëm të skuqet derisa të fillojë të bëhet krokante. Ndërkohë që fileto skuqet, ne kursejmë kohën. Marrim një tas, do të shtojmë 4 kokra vezë. Nëse jeni më pak veta, do të hiqni vezët, pasi unë kisha një tavë goxha të madhe. Shtojmë shumë pak krip, pasi i hodhëm dhe filetos krip, kështu që mos ta abuzojmë me kripën, do të shtojmë dhe shumë pak piper të zi. Do t'i përzejmë mirë vezët bashkë me kripën dhe piperin, dhe më pas kam shtuar dhe 3 lugë të plota me miell. Domethënë 3 lugë të plota, siç e shikoni, nuk është se janë rrafsh, po janë pak me maj. E përzej masën mirë dhe këtu kam harruar ta kap videon, kam shtuar 500 ml qumësh zakonshëm që pini dhe vetë në shtëpi. Më pas më ndodhi kjo gota e vogël me këtë djathin fioki di latte, ja hodha, por nëse nuk e keni, nuk është se është e detyrueshme t'ja hidhni këtë receta. Unë e kisha e shtova, por sinqerisht i dha goxha shije. Ja shtojmë brenda dhe këtë dhe më pas të e kemi gati. Do të marrim një tavë, do të shtojmë lule lakrën, unë e kam bërë gati pak më parë, me thënë të drejtën, e kemi prerë në copa të vogla lule lakrën dhe brokolin kam ngrirë dhe në një spec në kubik të vegjël. Po ashtu dhe fileton tonë e kemi gati, do t'ja hedhim përsipër komplet perimeve. Nëse dëshironi mund t'i përzjeni të gjitha bashkë, t'i ngatroni. Unë e hodha kështu, ja lash kështu, me thënë të drejtën. Do të hedhim edhe përbërësit të lëngshëm që përgatitëm pak më parë komplet përsipër, me ndihmën e lugës do t'i sistemojmë pak, domethënë që të bjerë deri në fund kjo mas, dhe më pas kam shtuar pak djath nga ky djath i picës që mua nuk më rrihet. E kisha deri tash super të shëndetshme këtë recetë, tash e prisha dorën. Juve mos ja shtoni djathin e picës, por unë ja hodha, në fakt i jep goxha shije, por për gjithë ju që nuk e preferoni mos ja shtoni. E kalojmë në furrë me letër të mbyllur përsipër në temperaturën 200 gradë derisa ta shikoni që konsistenca e pjesës poshtme është trashur komplet masa. Nëse do ta përgatisni u bëftë mirë, kjo është receta ime për juve. Kalofshi bukur, dëgjojmë sërish.